Nëse je e burr dëhre ke më shumë se 40 vjeç, duhet të dish këtë. Shumica e burrave në moshën tënde nuk e kuptojnë që rrobat që dikur i bënin të dukeshin të suksesshëm, sot i bëjnë të duken 10 vjet më të vjetër. Është një e vërtetë që ndodh në heshtje. Trupi yt ka ndryshuar, statusi yt ka ndryshuar, por nëse garderoba jote ka mbetur e ngrirë në kohë, rezultati është i thjeshtë, dukesh i lodhur, jashtë mode ose, më keq akoma, krejtësisht i padukshëm. Dhe ti nuk e meriton këtë. Prandaj, në minutat që vijnë, do të zbuloj 10 gabimet e stilit kasual që vazhdon t'i bësh dhe që po ta sabotojnë imazhin personal. Dëgjo me shumë vëmendje, sepse gabimi numër 8 është aq i zakonshëm, sa ka shumë mundësi që po e bën pikërisht tani, pa e kuptuar fare dëmin që po i shkakton imazhit tënd. Hajde, ta nisim. Për të ndërtuar një stil të fortë, fillimisht duhet të shohim poshtë, fjalë për fjalë, të themelet e veshjes tënde. Dhe pikërisht këtu nis problemi për shumicën. 1. Këpucë shumë të trasha dhe atletet teknike sportive. Atletet e palestrës s'kan vend në një veshje kasual elegante. Kur vesh këpucë me taban të trash dhe materiale sintetike, krijon një efekt katastrofik, këmbët duken gjigante dhe këmbët e tua duken më të shkurtra në sy. Rezultati? Një siluet e rëndë, e ngarkuar. Rehatia nuk është kundër estetikës. Zgjidhja është të investosh në atlete prej lëkure ose kamoshi, në ngjyra neutrale si e bardhë e thyrë, blu e errët ose gri qymyr. Kërko një taban të hollë që e respekton formën e këmbës pa shtuar volum. Me një këpucë më elegante, i gjithë trupi duket më i gjallë dhe më dinamik. 2. Pantallona shumë të gjera dhe xhinse pa formë. 8 nga 10 burra mbi 45 vjeç e bëjnë këtë gabim. Shumë mendojnë se kur shtojnë peshë, po të marrin masa më të mëdha, e fshehin trupin. Por e vërteta është e kundërta, pëlhura e tepërt krijon pala dhe fryrje që të bëjnë të dukesh më i gjerë, më i shkurtër dhe pa autoritet. Ideali është të zgjedhësh pantallona që ndjekin vijën tënde natyrale. Nuk po flas për xhinse të ngushta, por për një prerje të drejtë ose pak të ngushtuar që i jep strukturë figurës. Tonet indigo të errëta janë arma jote më e mirë. Kur zgjedh prerjen e duhur, e rikthen siluetën dhe projekton respekt. Mbaje mend, rrobat duhet të kenë formë burri, jo formë çadre cirku. Por s'të bën punë pantallona e duhur, nëse pjesa e sipërme tregon një histori tjetër. Kjo na çon te gabimi i tretë. 3. Proporcione të çrregullta me sipër dhe poshtë. Me siguri ke parë dik në rrugë me një xhaketë shumë të madhe, katrore dhe pantallona shumë të holla. Ose anasjelltas. Ky çbalancim vizual i krijon tjetrit një ndjesë sikleti kur të shikon, sepse diçka nuk rri mirë, nuk përputhet. Qëllimi yt duhet të jetë koherenca. Nëse vesh një xhaketë pak më voluminoze për të ftohtin, pantallonat duhet të kenë mjaftueshëm peshë vizuale që ta mbajnë balancën. Një këshill e artë, sigurohu që këmishat dhe xhaketat kasual të përfundojnë te niveli i jeve. Nëse janë më të gjata, këmbët zhduken dhe dukesh më i shkurtër. Nëse janë shumë të shkurtra, e prish vijën e trupit. Kur të dyja gjysmat e trupit flasin të njëjtën gjuhë, prania jote bëhet e fortë dhe e besueshme. Njerëzit e vërejnë që ka diçka ndryshe tek ti, një harmoni që pak burra arrin ta zotërojnë. 4. Kombinime ngjyrash që përplasen. Një gabim klasik është ta përziesh të zezën me kafen pa menduar, ose bluja e errët me të zezën pa një qëllim të qartë. Këto ngjyra kanë në nuanca që, po nuk i menaxhove si duhet, duken si gabim garderobe dhe jo si zgjedhje stili. E zeza është e ftohtë, kafeja është e ngrohtë. Nëse vesh këpucë të zeza me rrip kafe, po jep një sinjal konfuzioni. Ajo që funksionon është koherenca e toneve. Nëse zgjedh kafen, kombinoje me gri të errëta ose jeshile ulliri, gri është ura perfekte për tonet e tokës. Dhe nëse do të jesh i sigurt dhe elegant pa u munduar, kombinimi i blusë së errët me kafen e duhanit është i pathyeshëm. Mbaj gjithmonë në harmoni aksesorët prej lëkure, nëse këpucët janë kafe, rripi duhet të jetë në të njëjtën gamë. Është detaj zotërie që s'del kur nga moda. Por ki kujdes, sepse frika për të mos gabuar me ngjyrat ndonjëherë të shtyn në ekstremin tjetër, monotoni totale. 5. Kurthi i uniformës së mërzitshme bezh. Pantallonat bezh me bluzë të bardhë janë uniforma e burrit që është dorëzuar nga ana e stilit. Është një kombinim i sheshtë që si shton asgjë fytyrës dhe figurës tënde. Të bën të dukesh si një nga turma.
po të jap një ndryshim të thjeshtë, zë vendoso bezhën me blu petrol ose gri marengo. Dhe në vend të asaj bluze të bardhë pajet, gjej një polo të thurur me një teksturë interesante, në ngjyrë krem ose bordo. Pa pritur, imazhi yt merr thellësi. Nuk je më një burr që veshi të parën gjë që i ra në dorë, je një burr që di të zgjedh ngjyra që i japin gjallëri. Rrobat e tua duhet të tregojnë histori suksesi, jo histori monotonie. Para se të vazhdojmë, abonohu në kanal. Është falas dhe na ndihmon shumë me një klikim të vetëm. Dhe lëre mendimin tënd në komente. I lexoj absolutisht të gjitha mesazhet tuaja. 6. Të mos e marrësh parasysh psikologjinë e ngjyrave sipas Tinës. Shumë burra veshin të njëjtat ngjyra gjithë vitin, pa e kuptuar që drita ndryshon. Të veshësh pastel shumë të qelta në mes të dimrit të bën të dukesh jashtë vendit, të veshësh të zeza të rënda në diellin e verës të bën të dukesh i mbytur. Ajo që funksionon më mirë është ta përshtatësh paletën me ambientin. Në vjeshtë dhe dimër, zgjidh ngjyra që japin ngrohtësi dhe stabilitet, jeshile pylli, blu e errët, bordo dhe gri qymyr. Në pranverë dhe verë, lehtëso imazhin me tone rëre, blu qielli dhe të bardhë të thyrë. Kur vishesh sipas Tinës, projekton imazhin e një burri të lidhur me mjedisin e tij, dikush që është i pranishëm dhe i vetëdijshëm. 7. Konflikti i teksturave. Kur kombinon një xhaketë sintetike me shkëlqim me pantallona leshi madh, teksturat luftojnë për vëmendje dhe rezultati është që rrobat duken më të lira se sa janë. Sekreti është koherenca e materialeve. Nëse do të vishesh kasual, kombino tekstura me origjinë të ngjashme. Pambuku, kamoshi dhe leshi shkojnë për mrekulli bashk, sepse kanë atë përfundim natyral dhe mat që komunikon cilësi. Kur teksturat plotësojnë njëra tjetrën, krijon një pamje sofistikuar që është shumë e vështirë të injorohet. 8. Bluza me logo gjigante dhe grafika fëminore. Të veshësh logo të mëdha markash në gjoks ose bluza me vizatime e fraza qesharake, pas të 40-tave tregon se po përpiqesh me çdo kusht të dukesh më i ri. Dhe efekti është i kundërt, ta nxjerr moshën në mënyrë negative, sepse duket sikur nuk je rehat me veten. Ajo që funksionon vërtet është eleganca e heshtjes. Veshjet e thjeshta, me cilësi të lartë, pa logo të dukshme, janë ato që projektojnë pushtet të vërtetë. Një bluzë pambuku e mirë në ngjyrë të njëtrajtshme ose një pulover me jak të rumbullakët, e përshtatur mirë, e drejton vëmendjen te fytyra, te shikimi dhe te biseda jote. Ti je marka, jo logoja në gjoksin tënd. Kur e pastron stilin nga këto zhurma vizuale, automatikisht dukesh më i sigurt dhe më burrëror. Dhe pasi e pastrojmë kanavacën, janë detajet e vogla ato që e përcaktojnë në fund nëse je burr që kujdeset për veten, apo burr që është lënë pas dore. 9. Aksesor të pakujdesshëm dhe metale të përziera. Një orë argjendi me tokës ripi në ar krijon një shpërqendrim të panevojshëm. Një rip i gërryer ose këpucë me lëkurë të piset e prishin të gjithë përpjekjen që ke bërë me pjesën tjetër të veshjes. Zgjidhja është disiplinë të detaj. Zgjidh vetëm një ton metali për orën, unazat dhe tokëzat. Dhe kushto 5 minuta për të pastruar këpucët para se të dalësh. Këto veprime të vogla mirëmbajtjeje dërgojnë një mesazh të qartë: jam burr që i kushton vëmendje, që kujdeset për atë që ka dhe që respekton veten. Por ka edhe një rrezik të fundit. Ndonjëherë, nga dëshira për të qenë në rregull dhe të përditësuar, e kalojmë një vijë shumë të rrezikshme, përpiqemi të jemi dikush që nuk jemi më. 10. Të ndjekësh trende kalimtare që s'të shkojnë. Me siguri ke provuar të ndjekësh modën që sheh në rrjetet sociale, por kjo vetëm të bën të dukesh i humbur dhe jashtë kontekstit. Në vend që të ndjekësh trendin e fundit, ndiq të përjetshmen. Investo në pjesë që s'kan datë skadence, një xhaketë lëkure klasike, një këmishë linoje e mirë, këpucë kamoshi të punuara siç duhet. Këto janë veshjet që do të bëjnë të dukesh mirë sot dhe pas 5 vitesh. Moda e vërtet për një burr të pjekur nuk ka të bëjë me atë që është trend, por me atë që është e përjetshme. Në përfundim, të vishesh mirë pas të 40-tave nuk është çështje kotësie, është çështje strategjie. Përshtatja e duhur të jep vetbesimin që të duhet, përdorimi i zgjuar i ngjyrës krijon një harmoni që i tërheq të tjerët, dhe kujdesi për detajet të jep respektin që e ke fituar me vite. Kur arrin t'i bashkosh këto pjesë, nuk je më thjesht një burr si gjithë të tjerët, bëhesh një burr me prani dhe autoritet. Nëse kjo video të dha vlerë dhe do më shumë këshilla stili praktike, të drejtë për drejta dhe të menduara vetëm për burra mbi 40 vjeç, abonohu tani në kanal.
Ne publikojmë përmbajtje të re çdo javë që të vazhdosh ta përmirësosh imazhin tënd pa humbur thelbin. Shihemi në videon tjetër. Dhe mos harro të lësh mendimin tënd në komente.